Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me podcastin e radhës Arena Yjeve, i cili është prodhimi Telegrafit dhe çdo javë transmetohet në RTV Dugaxhini. Ky podcast nuk do të ishte i mundshëm pas sponsorëve tanë të artë, të cilët janë Golden Eagle dhe Ermini, ndërsa kësaj radhe, më ndryshe se herave tjera që gjithmonë kemi pasur të ftuar mysafir special, kësaj radhe jemi ne redaksia e Telegrafit, autorët e këtij podcastit. Me mua Shkumbin Pirevën janë edhe shefi jo Lavdin Pireva dhe kolegu gazetar Roman Zesiri, me të cilët do të mundohemi të analizojmë listat e kombëtarës së Kosovës dhe kombëtarës së Shqipërisë, dy ndeshjet e ardhshme kualifikuese dhe gjasat për një vend në play-off, pasi që kualifikimi direkt do të jetë shumë i vështirë. Lavd, kap ja nisim ose Romak të shohim mas forja kështu nis me lista, domethënë unë po veti juve. Ti po veti për Shqipnin, ti po veti për Kosovën. Vetë i parë që është dok lista e Shqipnisë dhe kjo Dora Hekur dhe Silvinios që nuk po bën shumë ndryshime të mëdha dhe lejtar që po janë në formë. Nuk pifton u barrikadu në emnat e njëjtë. Edhe nuk bën ndryshime, plus asaj që ke befasi mungesa e Muçit që ka bënë transfer dhe po ka minuta pak më shumë të Trabzonsporti. She pak fantazi, she më shumë muskuj edhe kur dihet që ndeshja kundër Serbisë mundet me vendos çështë edhe ti play-offin. Është loja kryesore besoj që ka me vendosë. Për të dy ekipët kombëtare ka me koni saj. Po, e tha edhe ti që nuk po shohim befasi ose listat e Shqipërisë. Mungesat janë dukshme, domethënë mungesa e Muçit, mungesa e Anis Mehmetit që e kemi fol disa herë që po ka një formë shumë të mirë në Championship. Po tash sa ku u bë edhe mungesa e senatorit, ndoshta më të mëdhej dekadës së fundit të kombëtarës Shqipërisë, mungesa e Tret Berishës është shumë e çuditshme. Kur e kena pa që ka një formë shumë të mirë në Superligën e Suedisë, nuk ka hala asnjë sqarim. Në Conference League aty luajt. Rregullisht po. Rregullisht edhe me ekipin e tij në Suedi e kemi pasur po ka paraqitje të mira. Domethënë Silvinio përveç që po praktikon Dorën e Egur që thotë nuk ka ardhur hala me sqarime, sidomos për rastin e Tret Berishës që është shumë i çuditshëm, me një lojtar me as shumë paraqitje. Ndoshta prej po me mas shumë ti nuk për mendimin tim me Triti është portieri më i mirë që ka mbrojt në histori të kombëtarës që ka mbrojt. Domethënë i ka dërgu 2 herë në Evropian. Edhe është mirë po thuaj e çuditshme, s'po ka një shpjegim edhe on, pse po këtë kjo ka të bëjë. Ne kam një shpjegim pak sa. E kem një shpjegim ajo që ka ndodhur në Evropian. Po edhe shpërthimi i Tritit që ka ndodhur në Evropian është plotësisht i kuptueshëm nëse i bëhet një padrejtësi. Dikuj që është legjendë kombëtarës, dikuj që ka sakrifikuar shumë, ka dhënë shumë për atë fanel, edhe në fund, domethënë vjen Evropiani, derisa trajneri Silvinio punon për interesa ata agentëve ndryshëm edhe e largon nga formacioni një legjendë si e Triti. Kjo ka ndodhur, domethënë ndeshja e parë kur e Triti ka po që s'ka me kon portieri i parë, ka lyp. Përveç e Tritit, domethënë përveç e Tritit tash në pojza për përdori ka hin hak edhe Ardian Ismailit që është një prej shtyllave të kombëtarës që sa vite në ato kualifikuese ka qenë lojtari me mas shumë të minuta, lojtari kryesor i kualifikuese. Po s'paku tifoz të meritojnë një shpjegim. Me thonë po kena pas mos pajtime dhe këtë në rregulla. Sa t'ja mone e Tret Berisha nuk ftohet. Këtë në rregulla se vendimi i trajnerit kërkosh nuk mund me shtilis. Federata ka po si duket edhe kjo ishtja e federatës. Me normal federata i mojnë punët e veta i mojnë mrena dhe mundohen mos me nxjerr jashtë pasi krijon. Ajo e përmendi Bimza. E përmendi Bimza edhe përveç e Tritit është edhe Anis Mehmeti, domethënë na shimas Milin Dakut nuk ka sulmues më në formë te kombëtarja e Shqipërisë. Edhe Arber Hoxha që është në formë të fundit. Spektakolare, po një lojtar që luan Championshipi është edhe pse Liga e dytë e Anglisë është kampionat më i fortë se është e 6-ta në Evropë. Po, e 6-ta në Evropë. Po në top 10 ligat më të forta në botë, si për shikueshmëri, si për edhe domethënë jashtëzakonshme. Është mëkat që një lojtar me
Ka atë teknikën që ka, ato gola, ato asiste që i bën edhe domethënë nuk ftohet, është e Po tha dhe pashpjegueshme. Lota Silvinjo po i beson muskujve dhe ju fantazis, se na e shohum që shumë lojtarë e kemi përmend edhe më herët rastin e Gripshit, pasi ka qenë edhe temp se s'po ftohet te Kosova, masi nuk po ftohet te Shqipnia. Një lojtar që edhe ai është kaluar 16 golla 8 asiste. Paktën është ai s'dosh një thirrje me pas. Po. Spaku ndesha me Jordanin, tash e kini micore. Spaku me provu, me bo pjesë të ekipit, me fillu me i kuadru gradualisht. Po ka vendos ashtu, edhe pse une për vete nuk e shoh shumë strategji të qëllume, pasi Shqipnia nuk është se njihet për një ekip që ka lojtar shumë fizikisht përgadit. Po. A shumica e futbollistëve janë ose shtatë shkurt ose jo edhe aq muskuloz, kështu që po besoj më e mirë ka qenë strategjia që na ka kualifikuar në Evropian se sa kjo që po përdor pas Evropianit mu bazu më shumë me disa krosime ose me lojën duke prit kundërshtarin gabime. Na kena po në kualifikueset e kalume për Evropian, krat kanë qenë shumë të mirë, si Nona Asani, si Nona Seferi, që gjithashtu një mungesë shumë e madhe. Edhe pse është luajtur shumë të mirë, në formë shumë të mirë është. Disa vendime befasuese të Silvinjos, tash të shpresojmë që i dalin të qëllume këto idetë e tij dhe të merr rezultate pozitive. Sigurisht ajo dëshira e gjithëve është, po na çfarë po bëjmë, po analizojmë, domethënë edhe pe thomi ato që mendojmë që nuk ka të bo mirë me disa që pi neglizhon do lojtar, edhe pse fundit ai është trajneri, ai e merr përgjegjësinë, po. Faktura i prejet atij nëse ai nuk arrin minimumi se vani parë s'po bëj, po besoj që diskutohet se Anglia nuk e të gabu, nuk e po ma të fiturën 15-0 në Serbi, po. Play-offin nëse nuk e kap Silvinjo, duhet mi kap Valigje. Me falenderu për ato që ka bo edhe nëse te sheh që nuk je të mujt me shkëlqy dhe me mrriq atë vend e dytë bile, ja u zhdash me anis me ofru lojtar të ri edhe ta që po shkojnë drejt pensionimit, me anis ka dal. Kjo që dy herë po ndodhet te Shqipnia, mas kualifikimit në Evropian nuk po ka progres, po ka regres. Domethënë po shkon mbrapa kombëtare. Po, si në 2016 kur ka ajo kriza e madhe, njësoj po veprojnë edhe tash. Domethënë nuk kanë marrë mësim prej asaj që i ka ndodhur para 10 vite, po theme. Qysh është ndeshjen me Serbinë? Ndeshja me Serbinë, po besoj që si ndeshja e zhvilluar në Tiranë, dy ekipët vinë si të barabarta, nuk është që Serbia ka shumë ma shumë cilësi si në aspektin individual nëse i morrim lojtar si në aspektin grupor. Paraqitet njëjta kanë zhvillu të dy ekipët kombëtare në këtu kualifikuese. Është faktin që ndeshja gjithashtu do të zhvillohet me një stadion me një kapacitet prej 6.000 deri në 7.000 tifoz që kanë me qenë. Njëta strategji që shumë praktiku edhe në lojën e Shqipnisë me 20%. Po nuk e kanë bot vend në Shqipni, ka që ke viletat nuk e kanë bot. Njëjtë edhe në Serbi kanë me qenë tifoz me kollare, po besoj që s'ka me pas sekcese, mu ma shumë publikisht e tha i presidenti aty. Mu duket si një marrëveshje me luboras për seri, edhe mos me bot madhe, mos mi prish raportet e Evropianit 2027 raportet shkëlqyeshme kanë bërë dy federatat, kështu që veç ndonjë befasi e madhe mbon me po njënën ekip kombëtare fitus, pasi gjitha menimet, idetë dhe këto që ai kemi faktet në letër na çojnë drejt një barazimit dhe let jetë Anglia ajo që vendos edhe play-offin vendin e dytë. Ka ne mund më shumë kanë më startu ti. E ki listën që ato formacionin. Qysh kish na startu? Po. Kish na startu me nimat kosovar. Na ndeshje edhe domethënë s'ka marrëveshje. S'ka 11 mo. S'ka 11, po nëse kishmi dash me fitu, nëse kishmi dash me marrë atë pozitën e dytë, kishna startu me nimat kosovar. Edhe ata e din rëndësinë e peshës panelës, çfarë peshë ka ajo panel, edhe e din se çfarë kundërshari kanë përballë. Një shtet që ka kryer gjenocid në Kosovë, edhe ta janë djemë të ri që shumica gjatë kohës luftës i unë konë
ju në konë fëmijë, po, ose ende pa lind, edhe kjo është një diçka që din me bo mas mirti për më ju hakmer për ato që i kanë bo në Kosovë. Nëse duhet me zgjedh një lojtar gjithçysh që duhet me startu, është Mirlen Doko. Nisja për portierit. Është, jo, se Nisja për portierit. kjo është ndeshja. Strakosha dhe Sinoni Simoni, Strakosha, sigurisht. Kjo është ndeshja ku mas shumë kohësh, shumë vitësh, kombëtarja e Shqipërisë mundet mos me pas asnjë futbollist Kosovës. Edhe nuk është nuk u flit për këtë punë. Lojën e parë ka pas shumë nuk unë veç Arbër Hoxha dhe po. Tash nëse nuk është edhe qendërmbrojtësi Arlind Ajeti, po, janë kon startues ti. I vetmi mundet me qenë në Arlind Ajeti shkoku që e tha Ardiani edhe u lëndu, po. Nuk ka alternativë tjetër. Po Kim Berati që është prej Kosovës, Kosovës lindore. Luginës, po faktikisht tamam prej Kosovës, përveç heqja Arlind Ajeti. Për shembull ka qenë e çuditshme që Ylber Ramadani nuk ka startuar. Domethënë nuk kon formë mirë, nëse zgaboj e jep një gol shumë mirë edhe në Itali, po. Në Itali edhe po nuk starton edhe loja kryhet me 2 kartona të verdh pa një vllazërore, mos e them se na shte e tepër, se në fojza vllazërore, po shmitësore, se kanë kriju një farë raporti vllazëror dy federatat, urojmë që mos më ndodhë edhe në fushë kjo, ka ndodhur në lojën e parë, po jo dytën. Qysh kishte startu? Unë kam një informacion, po hajde juve ti. Qysh kishte startu? Qysh kishte startu? Paj, do me thonë Strakosha, do me thonë hysaj se s'ki zgjidhje tjetër në krah, edhe Ajeti me Gjimshitin, do me thonë dysha e mbrojtjes, masi nuk është Ardian Ismaili, të majt Mario Mitaj, me sfush do me thonë Kristian Aslani, Ylber Ramadani, edhe Medon Berisha. Po e avancum. Po. Në krah, Arbër Hoxha, Sulmus Mirlen Doko, edhe Yasir Hasani. Kjo formacioni jem, masi s'moj mishlini më të Kosovar, bile qëta, me bo një përzirje. Një informacion të mire e bone. A qysh menoj me... Ti qysh mena? Ti do me thonë trajner me licencën C. Po nëse dojna me mos me rreziku shumë edhe me marr pikë, po besoj që do të me bu një ekip pak ma të balancum, edhe për dallim pe Romakët ndoshta unë i kisha bu 2 ndryshime. Qendra e mbrojtjes kish me qenë Portier Strakosha, sigurisht se ndaj Sinonin edhe Simonin i shohëm me ma pak përvojë, sidomos në ndeshje ndërkombëtare. Strakosha në port, pra i djathtë Hysaj, qendra e mbrojtjes Ajeti dhe Gjimshiti, krahu i majt Mitaj. Me Ylber Ramadanin me sushor shkatrues dhe 2 me sushorët para ti Kristian Aslani dhe Qazim Laqiu. Ose nuk edhe unë kisha shku me Medon Berishën, e Qazim Laqin e kisha lënë me sushorët krahët majt si sulmus. Dhe të djathtë faktikisht. Në qendër sulmit Mirlen Dakun, edhe unë kisha shku me Mirlen Dakun për minutës parë dhe Arbër Hoxhën në kranë. Realisht Mirlindi është që kur se kanë topin mi kthy 4 me sushor edhe me vlloku. Po sigurisht se me Qazim Laqin e kisha shosi me sushor të 4, po në këtë rast edhe Arbërin e kena pa që është ansori në këtë formacion, në këta lejtarët ftum Shqipnisë është ansori që mas shumë të e mba në vinë. Nëse na kur beshohëm si ansor të majt Armando Broja, na faktikisht pe upëm 2 lejtarë. Po. Edhe upëm një qendër sulmues edhe pe upëm një mesushor që mundet me bë rolin e vet, po mundet me ndihmu edhe Hysaj në 2 fishim. Realisht edhe shumë e keqe për sy kur po luajnë Manaj me Brojan bashk, nuk kanë asnjë. Edhe nuk mundet, domethënë nuk mund me luajt 2. Manaj nuk besoj se do të më pa mos si titular pas transferimit atje, si alternativ, po tash balotazhi është vetëm po pjesët me dokumente për Manaj që ka shku në Arabi. Unë menoj kështu, unë menoj që Shqipënia do të pas një sulmues që lufton. Që lufton për top. Kemë hasë vështirësi atje, pa marr parasysh është atmosfera, ty ka me dyt me lujt me top të gatë her pas here, dhe një sulmues që e ul topin, e përpunon edhe ja për mesushort. Mbrojtjen edhe portierin sy e kam, domethënë Strakosha, Hysaj,
Ajeti Gjimshiti edhe Mitaj. Në sfush Ylber Ramadani me Kristian Aslanin. Me Donin nuk e kisha shti Qazim Lashin me sfush, kisha lu me 3. Uzunin e kisha shti në krah djath, Brojen krah majt edhe në sulm. Se mbrojnë para Hoxhës, ha? Jo, thash Uzuni. Uzuni me Brojen ta. Uzuni, Hoxha edhe nënsh Daku. Okej. Pse kisha shti këta dy që janë shumë shpejt në krah, që me lujt edhe me devjem një top të gatë edhe me gju prapa shpinës në mbrojtjes, që këta me mujt me sulmu zonën, edhe besoj që dy të kanë shpejtësin, janë lojtarët mas shpejt që i ka Shqipnia, edhe besoj që në krah do të me lu gjithë qysh me lojtarë shumë shpejt që janë. Edhe një sulmu si luftën për top. Tash, që shtam na shkën, mos më marë kartonat edhe mu luj loja Tërë dhe korekte. një vetë San Marino i shojt faruhe, se që asit nivelli u kon loja e parë, dhe me thonë, dhe më shinë sytë ka pajshe. Po besoj që do të më shku me luftu gjithçysh me marr 3 pikë, se nëse i merr 3 pikë, nuk ka çka me hub Shqipnia. Po besoj që vendi i dytë, edhe ai gabimi që barazun kundër Letonis, kjo fitore ja jep poenin edhe çat pikën ekstra që me mujt me marr vendin e dytë. Realisht Shqipnia nuk ka çka hub aty edhe nuk duhet me shku me asnjë kalkulim tjetër, sepse veç fitoria i duhet edhe duhet me shku all in. Se s'ki çka hub, fitore duhet më lyp edhe formacion sulmues. Shpresojmë që nuk do të na dëgjoj Silvinia. Nuk besoj që nuk i bëhet vonë Silvinia sa në këtë ndeshje, ai nuk e ndjen këtë ndeshje si Jone, po menoj që nëse në lojën e parë, unë besoj që lojën e parë i kanë ndërhy informacion, 100% i kanë ndërhy. Nëse në lojën e parë i kanë ndërhy informacion, edhe në lojën e dytë, ose edhe pa thonë, vetëm kush luan të ënë. 7-8 lojtarë që s'luajnë. Daku sulmuesi kryesor i Shqipnisë më të këtë golla. Broja kishte 8 muaj pa lujt. 8 muaj pa lujt. Manaj tu shku në Arabi e kanë dy aeroplanin kthese tër ftesa. Edhe domethënë i ka thy shumë premtime i ka thy Silvinia, që po thutis na ngan dikën tjetër edhe e bën formacionin pak politik. Po presidenti që shëlloj pak ma trajnerve. Unë peluj tifozin pak, po menoj që Shqipnia fiton 0-1 edhe shpresoj me një gol të Hoxhës ose Dakut. Janë dy djemë që janë rritë në futbolin tonë, një kina patu zhvillu pej 5-6. Uroj mos me hek fanellën Daku. Edhe pse leta hek atë duhet me bo ata herojnë. Një post me kollare janë edhe atje. Nuk vojnë zo, i ka kurdis ai presidenti tyne. Ja, fusin ja dy shonë, asë tension. Nuk shë tensionu, në zbesoj që ka me qenë dishje tensionume. Edhe trajneri... Edhe une po shpresoj në një fitore, po... Golla ko ma shumë, ha? Jo, krejt në qënë një barazim pa golla. Mos e dëgjoni, jo që luni s'kedina. Nuk më i me thonë, do me thonë që mënët me hub Shqipnia, është një loj, thash shumë e rëndësishme për të dy ekipet. Fakt loja kryesore, edhe pse Serbia e shonë për parësi se i ka 2 rezultatet, për ta dhe barazimi është që i krym punë, edhe besoj që kanë më mbrojt ma shumë Shqipnia. Po uroj me fitu Shqipnia me një gol për Lindakot. Edhe masi e kemi pas edhe këtu e kemi mik, i bojmë një kërkesë që nëse e bën një gol 90+, le ta hek fanellë, se s'bot ma kesh. Jo, më le shkën direkt gjështu e qëfar tekni, vani, një stadion në minutat e fundit. I bën postimet masi t'gallën Mirlen mos harro, 90+ golin edhe hek fanellën, i tregon këto. Le të kryen me autobus nalet në zajrë pa jazë. Po. I bën postimet i një stadiumin. A ktheve te hallet tona pak. Se dhe ato janë tonat, po tonat ma shumë janë knej. Edhe Futa ka publiku listën të premten. Kombëtarja e Kosovës. Tash që ka po më bën përshtypje është një listë që çdo kush që mungon nuk vret më mungesa e tij. Realisht me thonë, është era e parë që ndodh në këto kualifikime. E tha dhe trajneri sot. E tha dhe trajneri për mungesën e kapitenit Amir Ramani, po mungon kapiteni, veç në listë kena një tjetër futbollist shumë cilësor që na ka ardhur si Albian Hajdari, që ka një vlerë 15 milion treg,
edhe që është njëri prej mbrojtësa më talentuar shqiptar edhe Që ma perspektivë në Europë. Për mënyrën shemur për venimi, kam po perspektivë të mëdha ta. po se e kanë lyp domethënë ekipe si Bologna, West Ham, ka pas interesim jashtëzakonisht madh për to. Po edhe ka bënë një zgjedhje shumë të mirë se te Hoffenheim domethënë është Për shumë që bëllun titular edhe pjekët hala. ekip që jep rast të rive dhe e bën hapin e radhës. Shpresojmë Bayern mas një viti ose dë. Lavd. Si e shqeni listën e Fodas për këto dy ndeshje? Domethënë çka ju bëni përshtypje për të mirë dhe çka kishit dashur me ndryshu? Unë po besoj që është një listë thuajse kompletume. Përveç që normal nas edhe pak si tifoz kem qef nështë me po edhe afrimin e Arber Zenelit edhe Bersan Celines në listën preliminare edhe jo në listën përfundimtare, jo në listën rezervë, po sigurisht që pas drejtjes të raporteve, po besoj që pas këty në ndeshje të dy lojtarët nëse vazhdojnë me formën e mirë kanë mu fillu muftu. E tha dhe Foda, tash jem të lujtë si grup, edhe po lojtarët janë të ndje pak ma shumë fanelën, janë këtu kualifikime i kanë marrë shumë seriozisht. Kthimi i Zhegrovës edhe Rashicës nëse jo për minuta ka minimu për atmosferë, po besoj edhe për përkraje të lojtarëve tjerë, sidomos ndeshjen me Sloveninë që kena me lu. Edhe po besojnë rezultate pozitive, sidomos ndeshjen e parë me Sloveninë, imperativi vetëm do të me konë fitoria edhe pas fitores me Suedin, po besoj që një kundërshtar ma i letë ka me konë Slovenia, edhe pse nuk do të me morna si të kryme, po nëse lujmë si ndeshje me Se Suedin, zakonisht shumë i pesh na mas një fitore të madhe, edhe menojmë që i kina kry kretë punë. edhe për dallim për shumë njerëzve, unë po besoj që formacioni fitus nuk ka me ndryshu, vetëm me qenë se tha që Dellova ka probleme, Albian Hajdari mund ta marrë pozitën e tij. Zhegrova dhe Rashica po besoj që do të me prit pjesën e dytë për një kuadrim. Nuk e besoj që i presin ato dë. Do shë edhe ndeshjen e dytë me Suedin. Nëse janë gjendje të mirë fizike, nuk e besoj që kanë me qëndru në stol. Po e kena po që nuk janë 100%, kur Zhegrovën e kena po ndeshjet e fundit as një minutë e kena po që ato minuta që i ka lujt me Juventusin ka dhon sheja shumë pozitive domethënë. Që ata minuta 15-20 minutat e fundit le t'i jap edhe të na. Unë po besoj që Spaku e don Zhegrovën e ki titular prej minutës së parë. Edhe po kthena pak te lista. Në listë kishna dash me pa një lojtar që ato më pëlqyja zakonisht shumë, fatkeqësisht në listën rezervë, është Behar Neziri. Jam Superligën e Zvicrës e dini që e përcjelli shumë edhe ato lujt për mrekullitë e ST Gallen ose Sangala. Po lun mirë, lojtari kryesor domethënë që çdo aksion i Sangallës është i përfshim domethënë i ekzekuton edhe gjujtjet e lira dhe është një lider i kësaj skuadre. E përmendja edhe shkumbini domethënë Bersan Celina që po kalon një formë mirë me Aikin, besoj që mënët mi u bo vendi, po edhe një mungesë e çuditshme pak, është ajo e Donat Rodhanit. Mbrojtje, si mbrojtës smajt e kemi Dion Gallapenin, lojtar që është Kelçeu edhe është e armja kombëtares, po në mungesë lart Paçaradës Lëndum, kum prish që Spaku sa herë më konë, edhe pse dorën zemër, Donati është lojtar më ofanziv, po te kombëtarja gjithmonë kena pas si mbrojtës smajt. Po edhe në këtë formacionin që kena fillu me lu me 3 mrapa edhe 2 ansur, kushtimisht me thonë me 5 mbrojtësa, pa probleme kish bu Donat Rodhani. Edhe diçka tjetër, një lojtar që u afru me shumë buj, e kena pas që nuk u grumbullu në 2 lojtë e fundit, Bledian Krasniqi i Zürichit. Është një mesfushor ofanziv, edhe më karë pak befasi, po sigurisht tash ai trajneri e kena mbi popullu atë pozit me lejtor cilësor tash me Zbeca, me Leon Abdullah, me lejtor si Bledian Krasniqi dhe Bersan Celina nuk i përshtatën strategjisë lojës që shelion Foda. Sulmus, me sfushor sulmus pa detyra defanzive nuk i dën. Këta dy anën defanzive me se kanë dëpt. Me thonë
rikuperojnë shumë pak topa, në ofanzive janë të jashtëzakonshëm, me kanë pasimin e fundit e kanë goditjen. Për Besantin mos folëm është njëri prej edhe Bledejani për në ofanziv është të jashtëzakonshëm. Unë e kum pa Cyrin edhe në stadion, domethënë më kalon për shqypje, edhe para se marrë të Kosova thësha çka të bëj valla që s'janë të marrë këtë lojtar. Po tash varet edhe strategjia e trajnerit, po lun me dy mesfushor që shtyn përpara dhe që luftojnë për top. Treti nuk e bën. E bëni mesfushor krau që e mbulon në defanzive edhe kthehet formacioni 5-4-1. Kur e hub topin, domethënë nuk lun me dhëtsh që këta është pozita e tyre natyrale. Edhe po besoj që kjo është arsyeja pse këta nuk ftohen. Ti po dhe rival që janë në grup, domethënë që ti na provum një lojë me Zvicrën për shembull, me lujt që me thonë head to head me ta, me shit futboll pak, me shit futboll edhe të shkatërrojnë, domethënë nëse ti luan hapën edhe mundohesh me lu hapën me këto ekipe që kanë vlera të jashtëzakonshme në fazën e sulmit, çdo ndush merr, domethënë ka sulmues shumë të fortë. Dënojnë, domethënë ti një hapësinë të vogël e lën edhe dënojnë. Tani gabimet u përmirësuan me Suedinë dhe ajo fitore veç të kthej ty në rrugë që më besu që mundesh me ka kualifikimin. Unë besoj që kjo ndeshja me Sloveninë është më e rëndësishme. Ekskluzivisht mendoj që nuk i përshtaten skemave trajnerit, jo që trajneri nuk i pëlqen ata. Sigurisht, se diskutojnë cilësitë e tyre. Tash çan pëlqej tjetër diçka të foda që ke Emir Sahiti edhe ajo është mek i Hioni. Mënyrën që i kesh bë deklaratën tregoj që nuk i pëlqen, nuk i nevojti me fol për lojtarët e tjerë asnjë, vetëm drejtën reagimin ka qenë po gotë mirë edhe nuk u kundash me thon në asnjë mënyrë deklaratë se gjithkohon kena mos pajtime edhe na këtu kena mos pajtime me Zveti, po në asnjë mënyrë nuk dalmi domethënë po publikisht po fol për minuta krejt, po kolegun që është për bashkëtarin fiks. Unë edhe në familje ki mos pajtime, po s'duhesh me dal jashtë, problemi është gjithë mbrenda. Për Hoxhën, elefanti në dhëm, Hoxha që tri të bime. Po. Hoxha është një lojtar që lum 2-3 pozita, edhe ceku sot foda që Hoxha është. Po kaplit e Hoxha, s'po kaplit e 3-4 lojtar tjerë që kanë minuta. Te Rashica Zhegrova. Po, që kanë lënë shumë pak. Hoxha u ardh vend Florent Hadrxhona, që është i lëndum. Po, e lun që pjesën e djathtë, e lun krejt. Ai merr lojtar që ekskluzivisht i përshtatet informacionit. Sigurisht, ajo është e drejtë. Me Islandën, edhe me Suedin ka luajtur sikundër Islandës. Me Zvicrën u munu me luajtur në sulm, nuk i dul, kam u kthy prap te çaj informacioni që ti kur të se ki topin më mbrojt me 9 veta me portier. Po. Sulmuesi i parë me njek topin midis dy linjave. Çashtu ka me luajtur, domethënë edhe unë nuk besoj edhe Slovenia ndoshta është kundërshtari vetëm i barabartë në grup me neve, vlerën e kanë më të madhe se Kosova. Shkoku që bën diferencën Sheshko edhe Slovenia. I BE-s edhe lojtar që kanë pasur në BE-s e kanë vlerën më të madhe zakonisht se lojtar që janë jashtë BE-s ekstrakomunitar. Po ekstrakomunitar, se realisht Aron Muriqi meriton me pas vlerën 30 milion euro. Aron Muriqi është më kaq që lund me një ekip si Sassuolo, po kundërshtar ekip simpatik. Ai me një vlerë 1 milion euro, po ai është mbrojtës që vlen 3-4 milion euro pa problem ditë sot. E përmend Aron Muriqi, nëse cilësojnë shumë si Premier League si kampionatin më të fortë në botë, ka arrit mi marr 2-3 herë notën 10 me paraqitjet e tij, bile një herë kundër Chelsea. Tash në Serie A, për menimin tim kampionati më i fortë në botë. E mor notën 10, domethënë i portier që merr nota 10 në top kampionate, domethënë ai duhet me pas vlerë 30 milion, 40 milion. Po, një lojë mbron mirë, dytën mirë, tretën tani është fajtor për këtë golla që janë edhe. Çu ka dita, po besoj që portier nuk diskutohet. Është një portier jashtëzakonshëm edhe është fat që Kosova e ka. Sigurisht. Domethënë duhet gjithmonë më falënderu Mali Xhi që se kam ftuar kontarën edhe e kena shfrytzuar momentin, e kena hegale për portier për s'disa. Ti po thu formacionin që lun Rashica dhe Zhegrova. Hajde formacionin që ta marrëmendja. Rashica dhe Zhegrova janë dy senatorë të kombëtarës. Rashica i ka 10 vjet, që pjesë e kombëtarës, edhe Zhegrova, nëse ju 10 i ka 8 prej 2018-s. Edhe emri i të dy lojtarëve është shumë i madh. Domethënë edhe ofron siguri. Po tash
Bimza thash ashtu edhe që ashtu duhet më konë realisht. Formacioni fitus nuk preket. S'paku e kina po që te klubet ndodh kjo. Formacioni fitus nuk preket. Po te kombëtarja monet me pas përjashime se vinë mas një muji prej lojve të fundit edhe normal. Dikush ka ramje, dikush ngjitje. Normal i ki Ferrari e Lamborghini. Jo, për shembull Vellin Hoxhën e kishte jep gol edhe lunë të Rubin Kazani, Elvis Rexbeqin e kishte 2 ndeshjet e fundit në klub. Ferrari dhe Lamborghini janë Miloti edhe Edoni. Ferrari dhe Lamborghini për kombëtarën tonë. Si përkundër që Albioni edhe Fisnik Aslani janë 2 top sulmus, unë asnjëherë për mendimin tem nuk ke shoh kombëtarën e Kosovës pas startuve Dark Morishi. Që është mbreti i sulmit të na. Edhe në nëse shkumbini nuk ndryshon kur gjeq. Nësojmë luin Ramon. Për Zhegrovan vendosmi bas që e ki titular e për Milotin. Besoj që luin Ramoni me Murishin. Nësojmë Ramoni shpesh po që e thamë edhe marët po nimon mi bu. Muharrem Jashari lunë për minutës të parë. Nuk e besoj që lunë. 100%. Jo lunë Florent Muslia lunë. Florenti e ka pas lojnë më të mirën kundër Suedisë. Besoj që edhe ai ka gjasa shumë noja me lujt. Jetë bo me 15 lojtar formacioni, po besoj te kë, A pe heku Muslina, a pe heku Muslia lunë. Muslia se e bati paraqitin e jashtëzakonshme kundër Suedisë. Reaksioni është i njëjtë. E që Muslia për shembull për dallim për këtyne dyve që i përmend jo Bledianin edhe Bersantin në fazën defazive lunë më mirë se ta. Zonën zam. Ke bën gjithmonë me sushorin e tretë. Gjithmonë që nuk largohet Muslia kur e dim që pat edhe një formë shumë të mirë në Bundesliga 2. Formacioni nuk ndryshon përveç Delova nëse nuk është 100% inkuadrohet Albian Hajdari. Moriçi shkon në port, treshja mbrojtës Ilir Krasniqi me Albian Hajdarin dhe Fidan Alitin, 2 krahët Vojvoda me Gallapenin. Dyshja klasike mes fushës Rexbeqaj me Avdullahun dhe i treti Florent Muslia. Dyshja e sulmit do t'jetë përsëri këta ka një përparësi besfëshort. Vedat Moriçi me Albion Ramonin, po Albion Ramonin ndoshta mundet mos avencu me me Fisnik Aslanin, po pak menoj kështu shkoku që Fisnik Aslani për dallim pe Albionit është pak ma i zonës, ma ofanziv, ndërsa Albion Ramonit për ndimon që është pak ma i letë dhe për bën me sushurin e 4. Për shof me që pulunat e sparta edhe ma në kradë me pse menoj që nuk kanë me inkuadru Zhegrovën, se do shta ma eret me ndërrypës nuk e fut Zhegrovën ndeshje, se nëse futet Zhegrovën ndeshje, do të më ndryshu edhe skema. Nëse ne ndryshojmë skemën, rezultati pozitiv shumë ka me kon probleme marrë. E nëse na e ndrojmë skemën, e ndrojmë 2-3 lejtar për informacionit që kemi fitu me Suedin, na detyrimisht e morrëm një rezultat negativ. Kështu që pse me ndryshu në loj me Slovenin, e mu detyru tani me ndryshu edhe me Suedin, se e prishëm balancat krejt edhe tani humbëm fell në Suedi, nëse humbëm edhe me Slovenin. Kështu që na do të me bo një formacion qysh ka qenë, shumë i balancum, me lu nështë pak ma shumë futbol se me Suedin. E po që atë mora që e kem kundërshtarin ma të barabart, se na mund me ndryshu edhe skema. E ki ma të barabart në gjithër, po e ki shumë të rrezik shumë me kundërsulme edhe me lujnë ajrë. Po, me ndërprerje. Me ndërprerje. Kështu që une po besoj që na nëse ndryshon në lojën e bardh detyrohemi me ndryshu edhe në dytën, edhe Foda nuk ma jep këtë përshtypje që mundet me bësh shumë ndryshime, edhe me hub këtë shans shumë të mirë se një fitore neve me Slovenin na bën që me arrit entuziazmin edhe na bën që me shku në Suedi, me provu me lusit barabar edhe mu parku autobusin me parku qëto barazim që kishme qenë jo si 3 pikë po si 4 pikë ose 5 Zitra Suedia shumë e rëndësishme që shkryet. Uroj mu kry atje baras, ajo ndeshe dhe çdo fitore e Zvicrës është besoj që plus për neve. Jo, parazime të hap rrugën edhe për vendin e parë, se në lojën e fundit dojmë edhe vendin e parë. Na vy neve me lip shumë. Na jena Kosovar. Na jena Kosovar na nxemi, domethënë që si jena kërkon heq, jo vendin e dytë, të parin o vëlla, për të parin jena të shku. Jo, në realisht nëse po, për Zhegrovën pe japin. Nëse veç çto po du mund ndërlidh. Nëse fitojmë me çto me Slovenin. Ajo ndeshja Suedi-Zvicër kryer baras.
atëherë Kosova ka me pas gjasa shumë të mira edhe për vendin e parë. Se nuk mënet Zvicra aty me tu largu shumë edhe gjërën e fundit, ndeshjen e fundit kime prit Prishtinë. Mënet më ardha ajo ndeshje që ka më konë një finale për cilla kombëtare po eci e para dhe cilla si e dyta. Shumë e rëndësishme është avuna me Sloveninë për me kthyer te loja. Nëse me metë edhe treta se të metë shumë konkurrent Suedia. Jo, unë gjithmonë po flas nëse i marrmi 4 pikë tash. Në grupe me 4 skuadra, veni por do të më distancu. Unë jam i kësaj ideje, kështu që Zvicra ka fillu distancimin, ma mirë për neve është me eliminu kështu kushtime shpejgare Zvicra-Suedin, na me mujtë Slovenin, me kërku rezultat për Suedis, edhe me ilu dy ndeshjet e arshme qetë me Slovenin edhe me Zvicrën. Për atë venin e dytë. S'ki qetë me atë loja. Foli veç për Zhegrovën. Hajde. Zhegrovës mos ti mesëm bërsh, është lejtori ma cilësor i kombëtarës Kosovës, pa dyshim që çdo nëse kishin me vazhdimsi edhe me formë shumë të lartë nuk ishte diskutuar. Lëndimi vitin e fundit e ka po. Gati një vjet që kalon jashtë fushë, po edhe mos inkuadrimin dy ndeshjet e fundit. E çto dashna me dalë. Nuk po dojnë mungut ata. Edhe pse u kritiku Tudori që s'pi jap paktën gjysore lojë. Sa shtrajner mas pari Tudori, hiç se ato e mund çaf Juventusin po. Juventusi klubi i madh nuk e kanë marrë Badiova, kanë po diçka, ju kanë edhe në Marseille. Po. Ose ja kanë që UDB-ja. Se ta gati Juventusi. Po besoj që çaj shimi të sportit ku shkrui që Juventusi ka me lyp Federatës Futbollit Kosovës që mos me ftu Zhegrovën për këty dy lojë me lanë me fitu përgatitjen fizike, shkaku i mungesës 8 mujore ka pas diçka të vërtetë edhe insistimi i Zhegrovës për me ardh te ngrumbullem ka bën ndoshta që mu kris pak raportet edhe me mungu dy lojët e fundit të Juventusit që nuk e pat as një minutë pas ndeshjeve ku hi u mundu me bë diferencën me driblime, me krosime, me goditje në port. Hale nuk ka shënua s'ka asistu, po shihet që tifozët e Juventusit e kanë një simpati për ta. Po. Kur në vitet e fundit Juventusit i kanë mungu lojtarët me atraktiv mujna me bon. Atraktiv i kanë mungu edhe dyni as i lojtari mu vje kesa që s'haru hin lojë Juventusi kon disavantazh. Po. Kur është në disavantazh mbrojtjet kundërshtare zakonisht mbyllen me 10 veta mrapa dhe hapësinat për mi bë driblimet e tij janë shumë të vogla. Kom prit në dilën me Lukën ndër Milanit, realisht kom prit që ka Milan minutarë më të madhe dhe në 30 minuta. Pikërisht që të sporti u konë që ka pas një shkrim që Zhegrova ka më konë titular. Po, titular, dhe me thonë në pesoj që sa duhet mi besu të ashtu të sportit, pësa gazete ofër në juve. Unë po besoj që kërkesa u konë që ajë mos më të bu me Kosovën, po insistimi u konë i Zhegrovës me arën këtë të bim edhe mos mi u këto ndeshje që mund me konë kruciale historike për futbolin tonë, se nëse arrim na po thënë edhe jo, 4 pikë mi marë, minimumi, një fitore në shpe edhe, së në jam jetëtarë në shpe, mi fitu këtë lojë, 9 pikë, se me komtarë shumë shtirë, edhe me ekipe shumë shtirë, që të ishe, Barcelona të fitën musafir për Sevillës, shkati kur të fitën musafir, është probleme fitu musafir, Liverpooli, leqi u mi për Chelsea, po hupe edhe për Kristal Palace musafir. Mëse baraza Chelsea po edhe nëse po thëm musafir është shumë shtirë, musafir është shumë shtirë me marrë pikë, shumë jashtëzakonisht shtirë. Lojt mrena janë 9 pikë, domethënë tik edhe kemi lujt ndoshta për barazim, ku më thonë edhe para 2 muajve ti do me lujt me Suedin edhe me Slovenin, sidomos me Suedin për barazim Slovenin, nëse veç ata dalin për matematika, aty do me shumë me këtë forcat me vitu atë. Gjithçysh. Nëse Kosova i merr 4 pikë, po besoj që jetë nga orë fuqishëm, po shumë ka rëndësi edhe rezultati i lojës. Po. Zvicër, Suedi-Zvicër, se tash Zvicra i ka lu 2 lojë mrena, tash Suedia i lu 2 lojë mrena. Radhazi dhe ata po thonë që çdo 2 lojë mrena që i kena, mund më na kthy nga orë. Po. Realisht ashtu nëse i merr 6 pikë, dele para. Po, se një akon, po, një e ka i bën 7. Jo se tani po besoj që urojmë që çdo lojë ku nuk lun Kosova më kry bara, sa dhe mas mirë ti shkon. Unë çat matematike po. Zhegrova po besoj që këtu pak me Tudorin i ka mos i nuk ka luar as një minutë dhe ka pranuar ftesën, se ftesat e dina që shkojnë 10 ditë. Po. Një javë më para se 2 javë para grumbullimit, po. Edhe kjo ka bërë që ndoshta mos me luaj lojët e fundit.
Ai kish refuzu kontorën e Kroacisë të durin kod vet. Kur po. besoj. Po nëse Edhe është unë po besoj që ajo koni gatshëm. Ajo koni gatshëm. gatshëm me ordhën ndeshjet e kalume me Zvicrën edhe ç'është Sigurisht, me se u kon me ftesë. Shtopak stërvitje me në listë. Ajo apet dyshysh ajo kon ka shumë i gatshëm përdijet, më po bashkuar, po tash besoj që lojtarësh Lolja ka të që më servit bashku më shumë se E ai. doni nuk ai është nuk as ka. lojtari që e refuzon. Ja, nuk apo është. dhe veç ftesën ka me ardhur Zvicrën. në Prishtinë, Po. domethënë me herë. Jo, është dije Ja, dëshira kam dëshira e tij e po. flakt me kon çdo të bëjmë edhe çdo minutë lojës është. Është pitporve që thotë shihet dashnia e tij ndaj vendit. Po. Sigurisht na do ta shohim, po besojmë pjesën e dytë me Sloveninë, edhe kena me ndje pak atë. Edhe unë po besoj që në pjesën e dytë ka me kreativitetin luj. edhe pak me entuziazmu edhe me elektrizu. Domethënë mas 3-0, a? Është lojtori, Ja, është lojtori i Çfarë vetëm do, i Kosovës që lund sot me një klub të madh. Dorën zemër, domethënë tjerë takon Napoli, ka po ai nuk ka ardhur. Napoli nuk konsiderohet as klubi 4 më i madh në Itali. Po është i madh. Ku në fundi tash, ka të në vogël 5 vjet shumë e i madh. fundit 2 titoj, Dy klub titoj. që kalu Maradona. Tash, çu tha më herët, nëse Kosova ka arrit Ramonin, Murisin, Rashticin dhe Zhegrovën, me mungu këta her pas here dhe mos më vret mungesa aty, po besoj që u bën ekip. E mirë është që ka lojtar të ri, që janë të ardhur, që mosha aty në është shumë premtuese. Do është ta më lidh çto lavd. Portieri ka me mbrojtë edhe 10 vjet, ai se ka Po. problem. Qendër mbrojtësat i ki Delovën e ki 25 vjet, e ki Ilirin pak ma 3. Iliri Matri, Albioni 22 vjet, po. Gallapeni domethënë Gallapeni shumë i ri. halo sa ka dalë pi juniora. Po, domethënë me short i ki edhe Abdullah është shumë i ri. Plus na shumë edhe te unë Mu po m'pëlqen edhe- afrem të Orlanit që ka lojtarë që në të ardhmen e afërt mujnë me bo hapin e madh në Po. karrierë dhe mi u bashku kombëtare sa. Njëri prej tyre veç e pom që është Leart Sadriu. Lart Sadriu, po. Që ka bu kapërcimin u rri, domethënë ka qenë këtë ekipën zinxhir, ka qenë kapiteni unë se nisha ku paskua. Tash mas një Edhe ai mund të konë opsion për mbrojtje shumë i Opsion mirë, se është top form djali. Ata po thamë Unë nëse Romani. ai mund me luajë edhe mbrojtësi majt, Po. që kjo është ideja e listës të fotës. Ai i merr lojtarët edhe rezervën duhen e 2-3 merr. pozita. Po. Rezervën e merr që i përshtatet, domethënë ai mundet me luajë edhe në qendër me 3 pa problem, po mundet me luajë edhe të majt. majtin. Po. Arguro është ashtu ku am në ekipi atje në Romani. Arges. I lun këtë lojtë edhe vlerësimet e jorë i ka jashtëzakonisht mira. Lojtari mirë, Është lojtar në rritje edhe i sigurt. Qështu atë u rrit në këtë grup moshat edhe sot me shumë merit është pjesë e listës. Që kjo është përparësia e Kosovës, po besoj për dallim me Shqipërinë që na kem shumë a shumë futbollista talentum që pishohëm në horizont, që mujnë me bo barrën e skuadrës kombëtare në vitet e ardhshme se sot e Shqipëria. Shqipërinë përveç që se shumë tash e sovja të prodhu brenda kampionatit, edhe diasporën them kështu kushtimisht e ka pak më dopt. E ka një diasporë mirë, po nuk arrin mi marrë. Lojës Hasën për shembull nuk mujnë me marrë, ka një talent jo vetë. Nuk mujnë me Po marrë besoj që përsëri ka me vazhdu peshkimi brenda kombëtarës Kosovës edhe për vjet e ardhshme. Jo, besoj që unë artës. Edhe nuk besoj që më marrën. Lojtar fundi ardhjet e fundit kallëzojnë që nuk janë të interesuar. Janë një nuk është puna që nuk janë të interesuar, se sa për që janë të interesuar vinë t'i marrin komplet një mbledhjen. Për ata mos je fort i sigurt, po është një mesazh shumë i fuqishëm si prej Leonit, si prej Fisnikut më herët, Albian Hajdari tash edhe Veldin Hoxhën Mustaromi që kem bojmë një mesazhor shumë cilësor. Është një mesazh shumë i fuqishëm edhe që e çet Kosovën përparësi jo vetëm para Shqipënisë, për ardhjen e talenta, po edhe para shteteve tjera si Zvicra. Domethënë kanë ardhur dy lojtarë që janë potencialisht edhe për me luajt titullar kombëtarët e Zvicrës, e kanë pranuar ftesën e Kosovës. Kjo tregon shumë që u shel rruga edhe për talentat e ri, domethënë. Një lojtar që janë 20 vjet, 21 vjet që luan Basel në Grashopers, thot kur ka shku lojtari Bundesligës me vlerë 15 milion, çka ka mund që nuk shkoj. Edhe që ajo domethënë një punë e shkëlqyeshme, kushdo që ka pru, në këtë rast federata si shtëpia e futbollit, se kur ke një koç që nuk marrshin kur gjë hiç,
Fojën e patën Federata. Federata prape ka. Si kur nuk vinë, si kur vinë, domethënë ata janë edhe fajtorët edhe më meritorët. Po, edhe Kështu që lojtarëve do të m'ja jap një pjesë merita që kanë lojtarët e familjes e. Edhe ekipi është shumë më mirë, domethënë kalimi në Liga ligën B të edhe fakti që tash flitet për një lojtar si Mergen Berisha që ka shpreh dëshirë me pranu ftesën e Kosovës edhe Po ky do të ishte gabimi më i madh nëse i bëhet ftesa. Domethënë kem tash luksin nëse ne futbollist na ka refuzuar të kalumën. Gabimi më i madh nëse i bëhet ftesa. Shkaku që kem lojtar që mujnë me bo rolin e tij edhe më mirë se ai, edhe nuk është problem, kështu që mira është që tham diaspora pjesa tjetër tash kanë dalë ka Gjermania, Romaj edhe Ibrahimovic janë dy lojtarë që po provojnë mu afru për të bimet e reja, dhe mosha aty nuk është shumë premtuese. Po besoj që këtë problem nuk e ka. Që tash kombini futbollin në Shqipëri edhe në shoh pak në krizë, sidomos te talentat, na shumë lojtarë që shkojnë për kampionatit tu në Shqipëri, janë lojtarë më të mirë të kampionatit. Pak si shumë krizë valla nuk prodhojnë kur gjë hiç. Jo, e posh një lajm për ndeshjet e U19-shave, dykon ishe 4-5 lojtarë të huaj kanë U19-shave, domethënë te na nuk ndodh kjo. Te na mund më ndodh veç nëse u koni lëndum është në rikuperim e çojnë te U21-shat me zhvillu 2 ndeshje, se na e kemi edhe ligën e U21-sha për dallim për Shqipërisë. E shet që ka lojtarë të huaj në gjenerata të reja, domethënë është pak shqetësuese pak, kur e ki gjitha atë infrastrukturë, domethënë ata janë 10 vjet para neve, me stadiume, me terene sportive, me gjithçka tjetër, mos me pas fëmijë që luajnë futboll dhe dëshirë me luaj futboll është pak e rëndë. Mu kjo më vjen keq, se pastaj unë besoj që diasporën Italie kanë të jashtëzakonshme ka fëmijë shqiptar. Po. Shumë numër të madh pe U15 çfarë U21 shajsha që luajnë edhe te Italia. Po edhe në Gjermani se nuk e shoh me Brian Gruden një super lojtar, pati duhet më nejtë të dera shtëpisë, çdo ditë që del mi thon hajde morë te Shqipëria, çdo ditë me këshir çfarë do mënyre me bin. Domethënë është i ri edhe hek. O të luajnë në Premier League. Po, sa i luajnë në Brighton. E mujti Cityn, Guardiolën e mujti djali. A vëre, çdo guri duhet me rrotullu për me marrë një qasi lojtari kur e ki. Për ato tham që Federata jon ka bu një punë të jashtëzakonshme që i ka afru 2 top lojtar tash për 2 muaj. 3, mos ta harrojmë me përmend edhe Veldin Hoxhën. Që u konë potencial edhe për kombëtarën e Kroacisë, se përderisa ka luajt deri te U21 atë u konë kapiten, sigurisht që u konë potencial edhe për kombëtarën A. Tash Shqipëria duhet me ndjek këtë rrugë. Duhet me pyet, çysh i bendet jo, edhe na po dojna mi bind. Shumë thjeshtë, se ata kanë. Ata e dinë çysh mi bind, se na i kanë bind. Na i kanë bind si kanë marrë për hotelet, kanë marrë lojtar të Kosovës. Tonë këta këtu i të ma let po binden. Ja, të s'kishem prit. Po kjo është, shpresojmë rezultate pozitive. 3 pikë në Leskovës. 3 pikë mas pari. E mirë është ndeshja. Po, mas pari në Prishtinë, po. Me Sloveninë me 10. Edhe është. Pastaj një pjesë Kosovës tjetër në Leskovës. Leskovës, është toke gjë. Pikë, 3 pikë të Shqipërisë, me vazhdu me rezultat pozitive. Edhe në Suedingo të bërë Kosova, edhe Shqipënia ndeshje. Domethënë lajmi më i mirë është që Shqipëria 2 ndeshjet me Serbinë jo, i luan vend vet. Se si Tirana si Leskovë janë pjesë e Shqipërisë madhe. Ose Shqipërisë natyrale. Shkojnë atje e morën vesh ai në shtëpi. Në rezultat Kosova-Slovenia. Për fitore nuk kom dyshime. O thujet kondër të mbre. Zakonisht e qelloj. Na, si herën e fundit. Për dallim bëj me vetmi që nuk ja qelloj. Okej, që do të duna me prej edhe me qitë. Po qef një fitore pa pranu gol, si me Suedin, po nuk e di ma shumë, po shkoj për 2-1. Edhe pse kështu në mendje edhe në dëshirë ma shumë e kom një 2-0 klasike, po 2-1 një fitore Kosovës. 3-0?
se veç për faktin që Mauricio ka marrë dorën o Oblakit, freki dha gol. Tash dëja jep. Edhe fitore 3-0 edhe me mu konfirmu si një fuqi e re futbollin ballkanik. E një fitore që ka që madhe, edhe një barazim tani në Suedi, por e me na konfirmon si fuqi e re në futbollin ballkanik, se kem një gjenerat shumë të mirë që kanë me lonë gjumë në Evropë, kështu që tash andodha ajo 3-0 është shumë e shtirë me parashiku, po s'po ku shpresoj që mu kon kja 3-0. Edhe pse çfarë do fitore edhe me gjysmë gol e përsi i shkon mirë, veç 3 pikë ti marrmi, çfarë është me rëndësi. Ne dhëmë besoj që fitojnë, tjetër rrugë s'ka, tjetër zgjidhje s'ka, e tharbëm. Merre e tharbëm. Besoj që fitojnë 2-0, jo është luj me golla dhe Slovenia. Jo, familjarisht do më thonë, mirë nivel shush me po. Po besoj që ata nuk kanë çka me hup. Realisht edhe rikthimin kanë me këshyrë me pas në lojën e Kosovës me rikthy shpresat. Edhe për ata edhe që ky formacioni i Zhegrovës mund me konë opsion që lunë se Slovenia ka me lujt më hapun ndoshta se ndeshjet e shkume se Slovenia si vjen gjithçysh fitoria për me met ngar. Po. Nëse vjen fitoria ti duhet me sulmu edhe në ata sulmojnë, unë besoj që minuta ka me pas. Edhe pse jo mos më dhon një gol edhe më kthy që shiko hije letarit Juventusit, letarit më tregu të dore që jo më mirë atë. Letarit më të mirë të Kosovës. Tham që orçoni Juventus le mirë po fuli për ta. E don nëntor një panel për lavdën. Numër 1 tifoz Juventusit. Atë themi edhe pak të hollët tona të Superliga e Kosovës. Romakin ashta s'ka shef me fol se ekipa ati që pëllun në Evropë tejtëve nuk po ka benzen me momentin që është tu bo kjo bised në këtë podcast, s'ka 30 minuta që skuadra kampione e Kosovës e ka bo rikthimin shumë të madh në derbi edhe besoj që kjo fitore është rikthim për në derbi lokal, Në derbi lokal, drita ka derbi me Gjilanin dhe me Prishtinën. Besoj që me Ballkanin e ka. Dhe me Ballkanin e ka të rivjetë. Mirë jeni për rrugë të gata. Po, realisht po, futbolli skuadrave moderne, këto derbit e ekipave moderne. Po fenojma. Ja, drita është ekip me traditë edhe Gjilani po është. 8-0 realisht. Masparit e drita kësha dash me fol, e nisa me qato dyja se janë dy shgënjimet ma të mëdha janë qëto 8-0, drita dhe Gjilani, se drita u afru i ka bo 11 pikë, është larg 8 pikë prej liderit Prishtinës, që do më thonë kampioni si kampion. Jo, ne kësha fol pak edhe për lojën në Evropë që lujti, qështë të dëk drita për herë por në fazë të grupeve. Po drita, do më thonë, ja diti hallin vetës. Shkoj, unë mbrojt mirë, e priti rastin, e morën një gol, e priti rastin e barazun. Një pikë, çdo rezultat pozitiv në garat evropiane në fazën e ligës, është sukses. Edhe nëse i ka 6 ndeshje, i merr 6 pikë, do të thonë automatikisht i ki siguru 1 milioner. Po, vërtet, se çdo pikë vlen 130.000 euro. Edhe drita tu e di që nuk është favorit kundër asnjë ekipe që ka me lujt. Atëherë çdo pikë, çdo rezultat pozitiv është i mirë se ardhur pasi i fiton edhe pikë edhe për sezonin e ardhshëm, koeficient për sezonin e ardhshëm që është shumë i nevojshëm për këto klubet tona, pa marrë parasysh cilat janë. Edhe lujti mirë, thash, po më vjen mirë që ja ditën hallin vetit, edhe e bun kanë rastet i patën realisht. Drita më të mira, Mona e pat një paraqitje shumë të mirë edhe sidomos atë goditjen që mbrojt ai portieri si dinas që e kanë bërë, që ato për tokë, që atë goditjen me kthem që e boni. Mona ajo është lojtari që i ka pëlqyer më shumë të finlandezëve, se merren informata prej atje, domethënë ju në koll finlandez, që është një lojtar që mirë po luaj ka me një klub të Superligës Kosovës. Kam parë finlandez më dhon aty në Kosovë paguan ditë. Po. Se çto jeri finlandez o i madh. Po që mirë drita. Mirë. Unë besoj që drita në fund ka potencial me hin mesin 24 ekipe. Tash hinë 24-ta, 23-ta, 22-ta. Pa rëndësi, vesh momentin që i merr 7 pikë deri në fund për 6 ndeshje, atëherë mund të me hi ato edhe i shkoni
një arritje historike me kalu një fazë tjetër. Drita. Po e kena diskutu disa herë, unë prej fillimit kom thonë që Drita do të me shiju aventurën në ligën e konferencës. Tha dhe Romoke edhe i njëjtit mendim me jo me dhona, normalisht që kur jam për një kampionati si Kosovës nuk je favorit kundër askujt. Po. Normal që në çdo ndeshje do të me lumë barabart edhe me konsideru të vetën barabart me secilin, këto do të me marrë mësim për Ballkanit, kur e kemi pa të lumë me Dinamon e me Sivasporin e me ekipe ndryshme tjera. Rezultatet tash a vin as vin, a shumë ndeshje ku edhe dominon edhe i hum, po besoj këto do të me pas kështu si vadhën vesh që me hi me lut barabart me secilin kundërshtar. Pse jo ndeshjet që ka si vendas mi provu edhe mi fitu për jashtë Rajo Vallecano që po besoj që është për një nivel Stan 2, 3, 5 pasi lun La Liga dhe shumë që Fashari u bën probleme dhe rollet e Barcelonës. Ekipët tjera duhet me provu edhe me fitu. Po çdo rezultat pozitiv është i mirë se ardhur, edhe na e kemi thonë edhe në fillim që synimi tyne do të me konë nështaj 7 pikë apo 8 pikë që veç e fut në vene ku më në shku play-off. Unë e herësh jashtë play-offit herësh në play-off, po sigurisht që qefi do të mbëhet nëse veç e nëzarë një ven play-off. Po a ka cilësi Drita për dy kampionat? Dy gara, jo, nuk ka. Edhe e kom thonë disa herë edhe kena diskutu shpesh që ka mu vrejt shumë lodhja e ekipit Dritës, kur e dim që edhe vetë trajneri Zekiria Ramadani është një trajner që nuk ju beson, do me thonë 20 futbolizë ose 22-23, shpesh herë bazohet në 13-14 maksimumi 15 futbolist, dhe nëse vazhdon me lu në dy garat me një 11 që të njëjtë, ose me një ndryshim, 2 ndryshime, pa shumë rotacion, lejtarëve s'ka mu konsumu, pasi që e dim që lejtarë që e bojnë borën kryesore Dritës, ose janë rreth 30, ose janë mbi 30, dhe kushtimisht lodhja ka me qenë me e madhe dhe ka me ndiku rezultatin ose në Superligë ose në Ligën e Evropës, po na për shumë këtë fillim që ndikojnë Superligë ka ndiku, edhe kjo ka me qenë rezultati tyne në përgjithësi tash. A dojnë më fokusu në Evropë, a dojnë më fokusu, se nëse fokusohen shumë në Evropë, po besoj se në Superligë mënat më bëhet diferencë shumë e madhe që edhe nëse lunë me 11 që në titulare, shkaku i lodhjes shumë problem ka mi pasë rezultatet edhe në fund tani do të në pjesën e 2 sezonit me synu veç një vend në Evropa se titull mund të jetë shumë vështirë. Dritave që i ka nëse vazhdojnë me këtë ritëm Prishtina dhe Ballkani. Dy mungesa shumë mëdhaja i ka tash, vetën tu sha u lëndua dit, edhe është 2 muaj jashtë fushave, edhe Blerim Krasiqi që ka qenë sulmuesi i dytë i Dritës, edhe ai do të thonë po. Edhe ai do të thonë, edhe ai dikon 8 deri në 10 javë është jashtë fushave. Për momentin Drita e ka vetëm Armanaj si qendër sulmuese, edhe nëse drejtuese klubit nuk e shohin, do të thonë një zgjedhje emergjente, një sulmues ka ende lojtar të lirë në tregun pa e transferime pa ekipe. Si për shembull, kom po dojna mia çuçat janë kamet na lejtar. I po do Macedoni interesant vallahi. Mos po qillojnë si i Prishtinës, si Levski. I kumbo do lejtar Macedoni interesant me CV të mirë, tash avin ajo në Kosovë është çështje tjetër. Prishtina ka pas fat se ka marrë një super sulmues që ka luajtur prej Hungarie, Bullgarie erdhë në Prishtinë. Edhe ai ka rande i ri 24 vjet, 23. Ai e pranoi bile tha ma let në intervistë për neve që e pata, ma let është me dalë çet i futbollit Kosovës, se Maqedonisë. Sigurisht na jena vite dritë larg Maqedonisë. Edhe pse ata kanë një scoutim edhe një rrjet menaxherave bajagit më të fortë në Kosovë. Shumë më të Drita, do më thonë, e ka urgjente për me marrë një sulmues. Nëse dojnë me pushu Armanaj, nëse ngrati ka me mirë në fush. Do më thonë, luj çdo 3 ditë, luj ka 90 minuta. Edhe ndeshje ku mundet mos me lu nëse e kryin pjesë parë dhe me vendos me largu. Po, veç nëse 3-0, nuk është kampionati kosovar që kime pas një lojt letë. Vërtet.
Prishtina Si do 19 mos i pikë, Ballkani 15, Dugagjini 14, Drita Drenica 11, Malisheva 10, Llopi 9, Ferizaj 9, Prishtina e Re dhe Gjilani me ka 7 në 2 pozitat që largojnë nga liga. Tash unë bja bëj një rikapitulim. Mendoj që Ballkani për Superligë është ekipi që lun lojën më të kontrolluar dhe më të saktë. Hiç atë humbjen me Prishtinën është humbja e parë e sezonit. Edhe ajo erdhi besoj për një pakujdesie. Po, në minutat fundit. Po Plus tu- kanë me një lojtar më pak. Po që e murni karton të kuq edhe Vonë erdh kartoni kush. erdhi vonë, po pozita golli erdhi pozita tani ka ma erdhë golli nuk u mbulu edhe në atë krah erdh Golli. Tolaj- Pasimi, po. Tolaj, po të vërtimit Tolaj nuk e mbuloi pozitën ke shumë larg 16 metrësh. Ballkani është ekip e sigurt. Shumë mirë kanë bërë që i kanë besu Shehet, domethënë ka pas një sezon pranveror shumë mirë Ballkani. Ka ecë mirë, po Drita e bën një diferencë në lojë ndërsjellta. Po. Ke më mirë edhe e fitoi titullin. Po Ballkani është po besoj që është ekip e sigurt edhe nuk ka me vonë dyshim pjesëmarrje në gara evropiane. Po. Është për titull, pse do të thonë Sigurisht. gjithë ato investime, gjithë Edhe ata për lojtarë. fillimit e kena Është për titull. Halo po son do shopim prej sheqerit. është- Edhe Gjilani mund të pse ka mjet mbrapa. Ka mjet shumë mbrapa, po është ekip i sigurt për Evropë. Prishtina është të fluturu, reali është kështu, domethënë Po. as ata vetë nëse i kishe pyet mas Nuk e besoj që ka prit kërkosh këtë fart starti. Ka prit kërkosh. Shumë lojtar, unë po besoj mbrojtje janë pak këta. po besoj që kanë probleme. Është mbrojtja e dytë më e mirë në ligë, vetë duhet me harru këtë Është sen. më e mira në ligë, po pranojnë golla Naev. Ballkani ka mbrojtjen më të mirë në ligë, e Po, dyta ta është e janë Prishtinës. Tash Po pranojnë golla shumë Naev. Shoh pe do goditjeve të këndit, pe do golla që shumë lehtë evitohen, i pranojnë, po fazën e sulmit, po mujnë mu fazën e sulmit e ka të jashtëzakonshme, ka shumë një farë kimi e kanë kriju me zvete Vërtet, që do, po cilët lujnë po luan- spektakël po don. E unë po besoj që kjo mbrojtja nëse kish pas Ard Limoni, unë besoj që është mbrojtje më kualitative i Prishtinës, njëri më kualitative Ndër më të në mirë në Superligën, Superligë. po, të kish pas një partner të besueshëm në krahun e tij. Nivel me ta Prishtina kish mujt me lu me 3 sulmues edhe me 10 pa probleme Po. edhe sepse dyshja na mon edhe Taipi. jo dren Zëqiri. Dren Zëqiri. Zëqiri, Taipin unë e kisha lënë 10 me lu edhe Baftion. Për shoh me Taipin, Treni, po. Për vivak trenerin, këta dy janë qas shumë vrapuz, dhe me thonë, sidomos ky lojtar i ri është Dren Zëqiri, po. po është Më të rikë jashtëzakonisht shumë më të rikë, shumë 90 minuta me po të vrapu ashtu më të sisha po Dabiçaj e ka që ato, pe i lojtarëve të futbollit ton e ka pas gjithë, domethënë pe Pa. që 10 vjetun Dabiçaj e ka pas. Po një Dabiçaj 2.0, është shumë mirë që do ai Ka lojtar. pas një kohë Po. që ashtu, po te Llopi pat një varomje. Këta lojtarë janë shumë interesant për kampionatin tonë dhe bëjnë diferencën. Gjithë e kanë bërë me sushor që nuk tutën, vrapojnë me topin, Po, luftojnë, dhe sulmojnë zonën, po. dhe sulmojnë zonën, dinë me bë diferencën. Po që ata po thënë Prishtina as vetë s'ka besu që rrinë është këto, po realisht nëse vazhdon me ka këtë pos në shta zgjedhjet si bas, ta pillezin, a nuk Po. pillezin, edhe fatmirësisht për ta, po edhe për tifozët e Prishtinës si kanë lez. Unë për shembull prej fillimit sezonës nuk kom dyshu në rikthimin e Blendi Baftiot në asnjë moment, domethënë e Po. kom ditë që ky ka po me ka basta ka me neve. Basta Po, ka. bile, unë e kom thonë çka i vyn Prishtinës mas largimit të Albin Krasniqit e të Drilon Drilonit, Islamit e të aty nuk më thonë Prishtina të parin lojtar do të më shku me marr Blend Baftion, mi a dhon 10-shin. Edhe Shiritin e Edhe kapitit. Shiritin e kapitenit më thonë mi a dhon Blendit, më thonë hajde në Prishtinë. Pe bojmë këtë ekipën rreth teje, edhe mi a kthy djalin vetbesimin se e kena pa që është ndoshta Për po Blendin, them dukshëm, po ka qenë 10 lojtarët më të mirë në 5-6 vjet e fundit edhe më të cilësor që kanë milituar Më në ka Superligë. që sezonit. për Blendin po mbohet Gjithashtu jashtëzakonisht shumë për qefi. Valmir Veliu, një lojtar që shumë herët i ka tregu cilësitë e veta te Llopi, që u mundsu edhe një transferim Në në Turqi. ligën e Turqisë. Edhe ajo kum ditë që cilësitë nuk i mungojnë, po vetbesimi edhe Dësha Nuk e edhe di çaj të transferi llopin, shumë direkt në Superligë Shumë i madh, Turqisë, po. po shumë i madh e boni edhe të vetën, se më pas shku përmes Kroacisë a diçka, po i tash shkon shumë më mirë. Tash e shohim edhe një sulmues shumë cilësor që u ka bashku edhe i bën konkurrencë Lotrim Kryezio që ka qenë sulmuesi i vetëm sezonin e Kryesor, kaluar i po. Prishtinës.
Tash ndrysh është kur edhe Prishtina si kjo është u ndihmu, që për çdo pozitë i ka 2 ose 3 futbollist, edhe nuk e ka asnjëri në vendin titullar. Ne kena po para kësaj ndeshje, muja hyn ndeshje me dritën, lojtari më i mirë ndihmon në rikthim, ndeshjen pasuese lihet në bankën rezervë. Në ndeshjen tjetër Me Ferizajn, shkëlqej gol asistime po. E shumë që asnjë. Plus na po harrojmë që Prishtina e ka edhe një futbollist shumë të mirë që është u rikuperu 100%, që shumë ka me shtu cilësinë e ekipit që është Rigan Logiqi. Po, lojtar befasi e sezonit kaluar. 2-3 pozita, kështu që po besoj që Prishtina ndoshta ritmin perfekt nuk mundet me mbrojt, po besoj që Prishtina, sikurse Ballkani ka me qenë 2 prej 3 eventualisht 4 ekipët që deri në fund kanë me qenë për ato pozitat e para në luftë, po. Dugagjini i Smet Munish. Unë Dugagjinin është vend në 14 pikë. Dugagjini do të thonë lojtar 3 shumë interesant, ato e bën një lojë shumë të mirë, pa marrë parasysh rezultatet, do të thonë pse ka marrë 14 pikë prej 8 ndeshjeve. Po do e bën një lojë spektakolare me të kënaq syt. Do të thonë tu i pa të lujt. Trajneri Smet Munishi e ka bën një kombinim të jashtëzakonshëm me talenta dhe me lojtar me përvojë, kështu që i kanë dhënë shumë mirë, edhe është një skuadër që edhe pse vetë trajneri Smet ka bën një status që duhet më na quajt befasi, unë mendoj që në fund Dugagjini ka më qenë befasia e kampionatit edhe mundet me kap një vend në Evropë. Kanë prej të mëdhaja, në fojza, e thomi të maja, ose të mëdhaja për ju drejtojnë ative skuadra me buxhet mbi 1.7 milion që e kanë vitin, dikon ka me lonë jashtë Evropës edhe vetë kanë me hinë Evropë. E kam një ndjesi për ta, kështu që veç uroj që ata lojtarët e ri me vazhdu shkëlqimin edhe në fund sezonit me dalë jashtë Kosovës. Dugagjini është mes dritës dhe Ballkanit, domethënë një curi shumë e mirë. Po. Edhe mos të harrojmë, do është ta monal pak të Gjilani. Po, Gjilani është i fundit. Fatkeqësisht, domethënë se është bëhet fjalë për një klub jashtëzakonisht mirë, shumë të organizuar, që nuk i mungon kur gjë hiç, domethënë si klub i organizuar, do të thënë ndër më të mirë në Kosovë, po këto rezultate domethënë nuk janë kërka hiç që shu prit. Domethënë se u ndërtu një ekip që edhe ish trajneri tani me Ardian Nuhiu ka thonë që kjo ekip është ndërtuar për mi synu 2 trofet. Edhe është gënimi këtij kampionati, po tash ta shohmë mas humbjes në derbi, kanë pe embrojnë trajner të ri, që ka shumë rëndësi. Njeri duhet këndellja mu largohi pozitat fundit, pastaj me synu Po sigurisht unë besoj që Gjilani nuk duhet me prit as 1 minutë, edhe trajnerin me emru me herë, edhe me shfrytzu këtë pauzën ndërkombëtare që s'paku me fillu, po me i dhoni det e ti mbi ekipin. Unë mendoj që ka qenë gabim që kjo një javë me nejt pa trajner. Jo, nuk ka qenë se është nëse në derbi sigurisht që në derbi kish reagu ekipa ndryshe me trajner të ri. Në vërtet. Ish kritiku shumë edhe ish pasi zgjedhje e keqe. Po e kemi pana që sa herë ekipet ndrojnë trajnerin ka me reagu. Reagon ekipa. Po edhe me hup është nuk e di. Unë po besoj që më mirë kanë bërë që nuk e kanë emëruar me herë, tash kanë kohë, edhe po besoj që cilësia nuk e mungon për organizëm, mos kem çfarë flasëm, me kena thonë disa herë edhe ka një fjalë e bujnë gjithë, edhe Gjilani po besoj që me një trajner, me një zgjedhje të mirë, po besoj që ka mori kthy edhe një pozitë për Evropë ka me ndjek. Dugagjinit mos ti me asbësh, një ekip që po luan mirë, një futboll interesant, çfarë bën përshtypje është që s'na ulën kur tu vrapu edhe prej angazhimit, po për rikthime në rezultat. Po për dallim pe Romakit, unë në vend në Evropë vetëm nëse fitojnë kupën, se në 3 pozitat e para Shumë problem do të jetë. Edhe 4-ta është ngar gjithmonë. Nëse fiton njëna vetria kupën, në vërtet. Po besoj që synimi do të ndoshta me qenë për ekipet që letër janë më të vogla, ose them kushtimisht janë më të vogla. Me buxhet kupa, shkollë që ka më pak ndeshje, edhe është kualifikimi më i lehtë. Ka një fjalë për Drenicën, Malishevën, Llapin, Ferizajin dhe Prishtinën e re. Drenica po nisna qëto, Drenica, Prishtina e re, Ferizaj dhe Malisheva, besoj që ka më kona e 4 ekipë
që kanë me luftu për me met në ligë. I shoh këto, domethënë këto dyja që ju një kuadru si ma të rrezikume, pasi tash Malisheva e ka kriju një farë përvojë. Ferizaj i boni 2 vjet, sezoni i dytë, si ka ndodhur moti 2 sezone rënë, me në Super League i dytë. Edhe e ka kriju një farë stabiliteti. Jo, këta ka 1 vjet nalt, 1 vjet poshtë. As si ti bojnë 2, s'ka që i nalë. I bojnë 5. I bojnë 5. Malisheva ka futbollist mirë, ka cilësi, po nuk po bind. Një lojë e fiton, një e hupet. Shumë çuditshëm. Nuk e rrezikon Romin, Malisheva, nuk e besoj. Po veç mund të me rreziku me në barazh. As barazh. Se është kampionat shumë i balancuar si vjet. Llapi, mas ati starti skandaloz, u kthy me 2 fitore, edhe se tash kërkosh nuk mund të më thonë që s'ka cilësi atë. Absolut. Edhe këto 2 fitore janë një mesazh i fortë. Gnapi, do më thonë me shirit kapitenit. Kapiten, se s'ka pranu lojtar tjerë me morë shiritin një tut. Ja ka dhënë Romi që ja di në ollën vetë. Jo, se qëtër muhabet është dhe me thonë që s'kam pranu atë, së është pun tute. Gnapi e mur kapitenin, gol, 2 golla me Gjilanin, gol me Malishevën, një lider i vërtet. Edhe One, vitin e kaluar me kena bo shpesh muhabet Gnapin a kështu, i ka pos kitë mirë të golla nga bëj këtë diçka. Po më duket e ka ndresë edhe të golla. Dhe me thonë trajnerit Tahir Batatina ka punu me to jashtëzakonisht mirë, në defektin e vetëm që e ka pas Gnapi, edhe si vjet, do më thonë. Unë besoj që ai mund të mrin 20 golla. Pa pikë problemi. Tu e marr parasysh edhe kena me po besoj që shumë sulmus në këtë sezon që kanë me qenë me 20. Po se po ka shumë golla. Shumë golla. Edhe kjo bukuria e këtij kampionati. Do më thonë fort mbrojtja dhe Mbrojtjet janë më adopt si vjet. Mbrojtjet më adopt. Po, se shohmi dritën te gjëra 10 golla i ka pranë. 10 i ka pranë. Po, do më thonë sulmi është okay. Mbrojtja më e fortë e kampionatit kaluar, që si vjet në Thojza, u përforcu ma shumë me Jorgo Plum, me meses, i ka pranu 10 golla. Jorgo Plumi i Shqipnis atje mes me aku është i Korçës, me afar aksente, me këtë Egzonin. Ja, unë në morë vesh. Qa bën, mirë bën, zbën, Daj. Zdim cële me do, cële me i. Prishtinari, shumë rrezikume si pas me Prishtinari, edhe pse janë edhe dhe gjero në mbyll, vjeshta shumë ka me posë të nëcin këtu edhe gjero sa piki marrën ekipet. Unë besoj që bina ata që shkanë një. Gjithmonë ekipet që jim për lige, po jam pak ma të rrezikume shkokës që nuk e di, a nuk për qyrin Superligën, apo bazon ka jarë veç në të ndeshjet kupës, po nuk e dalojnë diferencën e madhe cilësisë që është, edhe nuk arrin me qatë hendekin me boshllakun me mbyll. Po me boshllakun me mbyll, qatë diferencën që kanë, edhe zakonisht po shkojnë si me bast. Po. Me thonë, për Prishtinën e re, një klub shumë i organizum, kemi po vjetë e fundit, edhe po besoj që na kena prit që po aktën me pas qartë ku kanë me lunë këtë vit, po më duket që nuk e kanë po aq mirë, shkoku edhe i përforcimeve që i kanë marrë të futbollistë të ekipave ligës tabeles ose të ligës parë. Jo këta pretendime kanë pas po gjetë shumë të mdhaja se 5 lojë, 6 pikë, trajner në shkarkun, domethënë. Kishin pikë më shumë se Malisheva, Llapi drita, shkarkun trajnerin, këta pretendimet i kanë të mdhaja. Edhe Llapi nuk besoj që rrezikojnë asnjë moment, sidomos Llapi. E Gjilani është i fundit. Gjilani e tha më herët që ka mori ngrit, këto dyja kanë me qenë 2 ekipet që kanë më rreziku, edhe Ferizaj sigurisht se tash me shokun Nevil Dede nuk e di. Dora ati fitoria e parë, e mposhti profesorin Bërbël Sokoli, 2-0 fitore e pastër. Një penalti në pjesën e parë. E thyrën nga gol nga Valmina Fio. Dhe gol të rezervisti edhe poshtë. Po një prej lojtarëve më talentuar Ferizaj që ka është Donald Labiani. Edhe besoj që kina me ka qenë lojtar i mirë, unë e kom përcjell disa. U konë edhe pjesë e Prishtinës. Ekipës të Moshav, se pak është grumbulluar me ekipën e parë, por në ekipën e Moshav, sidomos vitin kur apo kampion me Unisenik, ka qenë një lojtar që ka bojt borrën në shtat ekipit me bashkë me Iqbal Jasharin e me disa lojtarë që janë pjesë e Superligës. Edhe ideal besoj që monët me fitu ma shumë minuta, mi bo Ferizaj 2 lojtarë Venali,
Dhe me thonë bashkë me Gentrit Ramusën, mesfush që është një mesfush për tarme është shumë e mirë. Po dhe është Ferizoj historikisht një ekip që sa herë kalu me vendur kanë performu ma mirë, Po, sa pra, herë lojtar. me bo ekipën me Ardha Cak ose kështë të Po, nga... Më thoj za Ardha Cak. Ardha Cak, Po, që ashtu i thoni krejt, po. Se nuk është Po, ofendim. jo, në asnjë mënyrë. Nëse vjen për një post, ka transferime nga jashtë, gjithë hosin problem. Kështu që Ferizojnë për dallim prej Drenicës edhe E Shemanalt. po, me Drenicën edhe Prishtinën e Re, Ferizojnë është pak Ferizoj- manat shkoku që boza e ekipit tuk është se ka ndryshu prej Edhe e ka, sezonit kalum. nuk kanë ra për një vetë, do me thonë tash për 5 e kanë. Largohet Sadriu, e zë vendin e ti prap Sadriu, kështu që... Po, Erioni, do me thonë njoni Ne prej. jopej me sulmuzet të ma talentu më Kosovë. Po, Folëm, po mduket... për krejt ata. Po. Se di, a kena mja qëllu, a ja kena qëllu, po... Po, Muhabet bënëm, Po. E di tregu më analizat tonë, e gjojtë me ekspertin. Ju përshëndet edhe me shpresu që analizat tona të dalin sakt. sakta dalin. se Nuk mos është që e s'dalin sakta, se kena tregu edhe vitin e kalum edhe Po. një janar kush vjen pidikës, se kush... E bojna Nuk një vjen- që mas të shumë të të Ja, Superliga është herët, do me thonë mujna mos me pos pasyrën e qartë, po pak të në analizat për Kosovën edhe Shqipnin na rezultojnë sakta, edhe nëse jo formacioni që e tham, po rezultatet... Rezultate sakta, vetëm fort, se e, kina po. kina parë. Që që neve s'na mbetet kur gjë tjetër, veç t'i falenderojmë gjithë shikuesit tanë që na përcjellin çdo javë dhe sigurisht edhe sponsorët tanë që e bëjnë të mund shumë këtë podcast, si janë Golden Eagle dhe Air Munich. Kështu që jemi në javën e ardhshme. Faleminderit. Mi falënderit, 100.000 javë në ardhshme.